Përshëndetje, mirë se gjetë të dashur miq. Do ta nisi programin e sotëm me një të ftuar që vjen nga fusha e sportit. Ai është praktikisht një futbollist i mirënjohur i viteve 2000, sulmuesi i kombëtares Alban Bushi. Sot që flasim aktualisht, ai që prej vitit 2016 drejton kombëtaren U21, madje vetëm para pak kohësh edhe ka rinovuar kontratën me Federatën Shqiptare të Futbollit për të vazhduar pikërisht të drejtojë U21 deri në vitin 2026. Ne do ta kemi sot në një intervistë për herë të parë në fakt në studio për të folur për momentet kryesore të karrierës së tij, por edhe për jetën private. Presim Alban Bushi. Alban, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që je këtu, kënaqësi që të kam në studio. Urime edhe një herë për rinovimin, le të themi, e përgjegjësi, sepse është një përgjegjësi besoj e madhe apo jo, të drejtosh të rinj. Përgjegjësi, edhe kënaqësi është nder. Të gjitha bashkë. Okej, do na tregosh më gjatë atëherë kur të ulemi. Faleminderit. Edhe të sportit duket se të nes mbaren asnjëherë, sepse gjithmonë kemi ngjarje sportive, gjithmonë ka turne, gjithmonë ka aktivitete, gjithmonë ka kampionate, futbolli është gjithmonë temë e ditës në Shqipëri, më duket mua. Është nga sportet më të dashura në botë, jo vetëm në Shqipëri. Në Shqipëri këto kohët e fundit, vitet e fundit ka marrë shumë kohë dhe le të themi që është punuar shumë dhe është investuar shumë sidomos në infrastrukturë dhe do pastaj, domethënë janë fëmijët ata që e bëjnë akoma më të gjallë, sepse në momentin që shohin që ka futboll, kombëtarja po shkon mirë dhe çdo gjë është në rrugën e dur, edhe prindit janë më të përgjegjshëm për fëmijët e tyre për t'ia aktivizuar ose për t'ia angazhuar me gjëra sportive. Bukur, mirë. Le ta nisim me një profil që kemi përgatitur për Alban Bushin, e shohim dhe kthehemi në bisedë me ta. Pak për pjesën private dhe dim pak në fakt për Alban Bushin, po dhe jo pak. Janë ndoshta një momente që ne mund të ndalojmë rrugës. Për sa i përket karrierës tënde profesionale, ti praktikisht e ka kaluar në sy të gjithë tifozëve, të gjithë shqiptarëve, të kam parë se si që në fillimet e tua, siç edhe rrëfyem në insertin ton, gjithmonë në fushën e vlerë, gjithmonë pas topit, dhe sot aktualisht prej 9 vitesh, bëhen gati, që ti drejton kombëtaren e të rinjve, U21, detyrë të cilën e rimore, le themi. Si do t'i përkufizoj këto 9 vite të fundit tashmë, ku je ti ai që orienton brezin e ri edhe trajnon pikërisht ata më të mirët? Nuk ishte e lehtë për të bërë trajner. Unë përpara se të bëja trajner, isha 5 vjet me kombëtaren përsëri mbasi lash futbollin, me kombëtaren e Debiazit si team menaxher, si menaxheri i ekipit. Po thuaj se 6 vjet morëm pjesën evropian në Francë në 2016. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe aty mendova që kisha nevojë për pak adrenalinë, sepse thjesht administrator ose menaxher teknik e ekipit nuk është se më pëlqente shumë. Sepse doja atë momentin unë kam qenë sulmues, në momentin që ti bën gol, ke lloj adrenalinë shumë të madhe dhe kjo nuk më jepte shumë kënaqësi vetvete. Dhe mendova që merja me fëmijët, në fillim fare, fola me presidentin Duga, ai tha që mund të ushtrosh tek këta fëmijët e vegjël në fillim, në Akademia e Futbollit që unë kam, dhe me fëmijët e vegjël me 7 vjeçarët, 9 vjeçarët, 11 vjeçarët, kështu me radhë. Atëherë kuptova që mund të trajnoja një ekip. Mora U17-ën e kombëtares, pastaj nga U17-a mora U21-shin. Unë ka pas, momente të mira, po jo të mira, po janë shumë vite faktikisht edhe kam goxha eksperiencë, po jemi akoma për të përmirësuar, sepse futbolli është një sport që evolon dita ditës dhe ti duhet përmirësosh dhe duhet zhvillohesh dhe ti një kohësisht me atë. Unë mendoj që kemi bërë mirë në këto vitet e fundit me djemtë të ri, sepse shumë lojtarë kanë ikur në ekipin kombëtar të Shqipërisë, domethënë që kanë ardhur nga moshat. Është bërë një punë shumë mirë, vetëm nga U21, po i gjithë kombëtarët, domethënë komplet zinxhiri ka qenë shumë profesionist, edhe punohet goxha shumë. Si duket, a kemi shumë talente ne? A jemi popull i talentuar në futboll? Unë mendoj që jemi, por nuk kemi zhvillimin e duhur, si në çdo gjë tjetër të jetës, sepse ne jemi ballkanës dhe jemi shumë kreativ si njerëz. Dhe dim të bëjmë mirë, po thjesht na mungon ai zhvillimi, pra gjatë rrugës ne humbim. Këtë përshtypje më kanë lënë domethënë brezi i ri, por ka dhe nga ata që e marrin shumë seriozisht dhe punojnë fort për të arritur diçka të madhe. Kështu që mund të kemi emra të rëndësishëm që do të dalin rrugës, që mund të bëjnë edhe një karrierë ndërkombëtare apo jo? Vetëm sezonin që shkoi nga U21, domethënë kanë kaluar 5 lojtarë me shumë emër tek ekipi Silvinjo, siç janë Berisha, Pajaziti, Simoni ose Fetaj, domethënë Bajrami, lojtarë shumë të mirë, që këta do t'i kemi për 15 vitet e ardhshme një garanci shumë e madhe për ekipin kombëtar, sepse ekipi kombëtar në kohën ku kemi luajtur ne nuk është se kemi pasur shumë alternativa. Shumë mungonte 1-2 lojtarë që e vështirë t'i zëvendësoj. Kurse tani ka shumë derisa e vënë dhe trajnerin Silvinjo në vështirësi,
për zgjedhjet që ai mund të bëj. Tani jemi në nivelin e ekipeve si Italia ose si Gjermania për sa i përket kombëtarës sa. Domethënë nuk mungon asnjë, sidomos që ekipi kombëtar A, domethënë gjërat administrative ose logjistike janë në nivelin më të lartë që mund të ketë një ekip kombëtar. Kombëtarja e të rinjve ka përpara edhe 2 kampionate shumë të rëndësishme, për cilat është duke u përgatitur, shumë shpejt do të organizohet për herë të parë tani madje, nga 19 maj deri në 1 qershor. Është kampionati për U17, kampionati evropian për të rinjt. Si do t'jetë ky kampionat, çfarë do thotë ky kompeticion për futbollin shqiptar, për të rinj shqiptar, sa ndihmon ky për promovimin e Shqipërisë, dhe gjithashtu kemi edhe një tjetër kampionat i cili do të organizohet pas 2 vitesh, që është Euro 2027 për U21-shin. Sërish pra për të rinj dhe për kombëtaren tonë. Çfarë përfaqësojnë këto organizime dhe këto kompeticione për futbollin shqiptar? Po mendoj që janë nga më të mëdhajet që mund të ketë kaluar në gjithë historinë e vetë Shqipëria, sidomos me futbollin. Nuk ka gjë më të madhe që një vendi i besohet që të organizojë një kampionat evropian për U17, sepse është kampionati evropian për A, kampionati evropian U21, U19 dhe U17. Pra, domethënë besimi që ka krijuar UEFA për vendin tonë është jashtëzakonisht i madh. Kjo falte presidentit që është zëvendës president atje. Po. Por ne kemi treguar që dim të bëjmë mirë kështu lloj organizimesh ose kështu lloj eventesh, sepse edhe në Conference League-ën e organizuam shumë mirë në Air Albania që luajti Feyenoordi me Romën që na besuan në këtë pikpamje. Mendojnë që UEFA ka krijuar një farë besimi dhe na jep që të organizojmë prapë një kompeticion shumë të rëndësishëm, si U17 ashtu edhe U21. Mendoj që është gjë e madhe sepse në atë parë promovon Shqipërinë në të gjithë Europën. Domethënë shifet ndeshjet, shifet në çdo, domethënë pothuajse në gjithë botën. Infrastrukturën UEFA të ndihmon për të krijuar një infrastrukturë sa më të mirë. Pastaj imazhi i Shqipërisë është shumë i madh, domethënë motivimi për fëmijët që do shohin lojtarë shumë të mëdhenj, lojtarët e Francës, Hollandës, Gjermanisë, Spanjës, do i kemi këtu në Tiranë për rreth 1 muaj. Turista, domethënë ka shumë benefite të mira për Shqipërinë dhe unë mendoj që ne dim t'i bëjmë mirë gjërat, siç kemi bërë me Conference League, mendoj që do ta bëjmë shumë mirë, thjesht duhet edhe mbështetje publikut akoma më e madhe, kurse për U21 pastaj është po e njëjta gjë, po okay, niveli është akoma më i lartë sepse janë lojtarë që luajnë nivele, domethënë Real Madrid ose Milan, nivele shumë të larta. Që do jetë akoma atmosferë më e bukur dhe më e madhe. Do të shfaqje të bukura sportive. Në këtë pikë. Me siguri me të gjithë të rinjtë e ekipit, je gjithkohës si trajner dhe si drejtues i tyre, je gjithkohës me këshilla të ndryshme pafund. Cila është ajo më e rëndësishme ose ajo që e gjen veten ta japësh më shpesh? Unë jam tolerant me çunat, domethënë në ekipit, nuk domethënë më pëlqen disiplina, por jo në nivele le të themi që ti do e bësh këtë dhe s'ka, kupton, sepse unë kam qenë pak le të themi vi një lagje nga kombinati dhe është një lagje shumë dinamike në çdo aspekt. Edhe kam qenë dhe okay, le të themi trazavaç ose rebel ose ktheja fjalën ose bëja probleme në ekip. Por nga ana personale kam qenë shumë korrekt për stërvitjen dhe trajnerët edhe më kanë toleruar kur unë bëja gabime dhe të rënda bile. Dhe unë nuk mund ta dënoj sot një djalë që e kam aty sepse mendoj vetëm time që edhe ai trajner më ka falur 1 herë, 2 herë dhe unë nuk bëra ky që jam. Kështu që edhe unë mundohem t'ja kaloj gabimin 1 herë, 2 herë, sepse në atë moshë që janë ata, mund të bëj dhe njeriu gabime, kupton se bëjmë ne që jemi të mëdhenj, jo më ata. Kështu që mundohem gjithmonë ta toleroj dhe ta mbaj afër për të thënë që rruga është këtu, domethënë ti çfarë do zgjedhësh. Edhe më ka ecur mirë, nuk është se kam pas probleme. Dhe në këtë kuadër, në këtë marrëdhënie kaq të bukur që ti ke në fakt me gjithë sportistët, futbollistët e kombëtarës së të rinjve, ka një mesazh surprizë sot për ty. E ndjekim. Përshëndetje trener, uroj të jesh mirë, dua të shpreh me pak fjalë marrëdhënien time me ty, si trener i kombëtarës U21. Për mua je një trener i jashtëzakonshëm, profesionist dhe shumë sportues i të rinjve. Dua të shpreh mirënjohje në emër të gjithë ekipit për besimin që na ke dhënë dhe çdo gjë që na ke mësuar. Por edhe personalisht ndihem shumë i lumtur për mundësinë për të përfaqësuar Shqipërinë, duke mbajtur edhe shiritën e kapitenit. Për te profesionalizmit tënd, dua të shpreh vlerësimin për cilësitë tuaja njerëzore dhe motivimin që na jep. Të uroj të gjitha të mira. Ky ishte mesazhi pikërisht nga Ermir Rashica, është kapiteni i U21. Rashica është lojtar i perspektivës, lojtar shumë i mirë. Unë bile kur ka ardhur të parë se ka ardhur nga Kosova edhe
më duk shumë potencial, shumë i fort. Në atë kohë sa po kishim marrë brojën dhe i thash ti mund t'jesh një broja e dytë dhe kam besim që do t'jetë një broja e dytë se është një lojtar me shumë potencial të madh, është dhe një djalë shumë i mirë. Unë e vura kapiten dhe ishme me Moldavin të parën këtu dhe në ishin e dytë, kisha premtuar një djalë tjetër që do t'ishte kapiten shumë para shumë kohësh dhe i thash që ti s'mund t'jesh kapiten këtë ndeshje, do jetë pyetje, jo profesor, ta s'ka asnjë lloj problemi, tha. Më thënë, kur flet, kur ti krijon një marrëdhënie të mirë me ata, domethënë ata të mirë kuptojnë dhe çdo gjë shkon mirë, sepse është shumë i rëndësishëm kolektivi në ambientet sportive. Pra, sporti është një sport, futbolli është një sport kolektiv dhe duhet të kesh sa më shumë marrëdhënie të mira dhe atmosfera duhet të jetë sa më e mirë që ti të ecësh. Është vërtet. Zakonisht, në përgjithësi kjo ndodh me prindërve dhe fëmijëve, që gjithmonë kujtojnë veten e tyre kur duan të bëjnë një krahasim me fëmijët, kur duan të krahasojnë një episod të caktuar, unë në kohën time. Ti si trajner tani me gjithë ata të rinj, si e krahason atë kohë me këtë që është sot? Jo, nuk është se pyesja shumë faktikisht, kam qenë i vogël, thosha që do bëhem, kisha ca idhujt e mi si Gulit, Van Basten, Rajk, këto emrat e ndaj që ishin atëherë Maradona dhe nuk pyesja shumë, nuk kisha nevojë shumë për motivim. Më motivoja vetë, domethënë, kisha atë qëllimin, objektivin tim dhe nuk pyesja, por patjetër që fëmijët e vegjël kanë nevojë për mbështetje. Prindërit e mi, për shembull, babai nuk më ka kritikuar gjithmonë. Po them, ishte kritika, i donte tisha gjithmonë nivel shumë të lartë. E kuptonte futbollin në atë mënyrën e vet se lushin ke fushët e zeza në kombinat gjatë gjithë kohës, ka qenë sportiv, domethënë popullor me ato fushët e kombinatit, po e njifte futbollin dhe donte gjithmonë që unë të luaja mirë. Dhe mbaj mend karrierën time mund të më ketë thënë gjithsej 3 herë që mund të kem sot luajtë mirë, bravo. Domethënë s'm ka thënë nuk më thoshte. E ishte gjithmonë, domethënë kritik. Po unë mendoj që ka nevojë për motivim, varet nga karakteri, pa ti e kupton një futbollist, më thënë, çdo njeri ka nevojë për mbështetje, nuk diskutohet, po ti e kupton që dikush mund të ketë më pak, dikush mund të ketë më shumë, edhe ti pastaj mundohesh që të sillesh në mënyrën më të mirë tënde, kupton? Unë kam pas fat, domethënë që kam qenë në një lagje si kombinat që luajshin futboll shumë, domethënë 7 orë në ditë, 8 orë në ditë, dhe ajo më ka bërë sportist, pra futbolli i rrugës. Plus isha në klasë sportive, ke shoqëri peza që më çoi mami atje kur isha në klasë 5. Në bënim 2 orë në ditë stërvitim me Perekli Dhales, nëse atëherë ekzistonin klasat sportive, ishin shumë të mira. Unë uroj që të bëhen dhe tani së shpejti, se ato janë kyçi, domethënë Chelsea për të ecur sport. Edhe pastaj kështu, nga pastaj u vajta ke Tirana kur isha moshën 10-11 vjeç, me pionerët, me paratrit, me trit luajta shumë shpejt në ekipin e parë të Tiranës, 17 vjeç e gjys debutova, ishte nga ëndrat më të mëdha të mia sepse debutova kundër isha, domethënë, shok skuadre me Ben Mingën, Agustin Kolën, Mirel Josën, Nerodin, domethënë, ishte nivel, se kisha si ëndër, domethënë, të rria me ata, jo më që të luaja nga trit, shkoja të luaja atje, edhe bëra një debutim shumë të mirë, domethënë, futi profesor Fatmir Frashi ka qenë që nuk jeton më ndjes pas. Më futi çerekore me Dinamo, stadium Qemal Stafa këtu dhe shënova direkt gol. Kam bërë gol 1-1. Edhe nuk dija nga shkoja në fushë, domethënë nga gëzimi. Jo, domethënë me ata ishte lumturi, ishte nder që të rije, jo më të shënoja gol në atë ekip. Edhe pastaj fillova, domethënë. Fillove dhe pastaj vjen se është histori, si themi ne, ëh. Pra duhet nga i futbolli i rrugës aty pas ka nisur, ëh. Po, unë e kam nisur që 7 vjeç edhe ke Tirana që 11 vjeç deri. Aty fillove dhe the që unë duhet t'i dedikohem futbollit. Jo, dedikohem, isha që 8-9 vjeç, mendoja doja të bëja futbollist, unë 7-8 vjeç, doja të bëja futbollist. Edhe ndonjëherë kur e mendoj tani, ka pas momente shumë të rrezikshme në jetë që edhe mund të devijoja nga futbolli, sepse ka qenë një moment që unë ika në Gjermani, ka pas shumë momente, por nuk do t'i them të gjitha tani sepse janë shumë, po tregoj një të Gjermanisë, domethënë ne luajtëm me Shqipëri-Gjermani me U21 në Bielefeld dhe mas ndeshjes 5-6 lojtarë ngelëm atje. Dhe unë thash po bëj një jetë këtu, ta filloj nga e para. Ka qenë 93-shin, 92-shin, 92-shi, edhe unë ngela në Gjermani me 5 shokët e mi. Edhe bajta ke disa miqtë e mi që i kisha nga lagja kombinatit, po, okej, shumë respekt, ata ishin shumë dashur dhe unë jam shumë i njohës për ata që më mbajtën në shtëpinë e tyre e tjerë, po ata kishin pikpamje të tjera për jetën, kurse unë doja futbollin, po të bëja futbollist, më thënë, që ata sa ngjoshin shqiptarë, gjermanët nuk të llogarisnin fare. Jo më ti të mendoj që do arrije lart. Dhe shokët e mi për shembull merrin me gjëra të tjera, kurse unë stërvitja mëngjes, stërvitja mas ditë, më çunin në ekip ata shokët në kategori 6, e fillova në kategori 6, vajta në kategori 5, pastaj vajta në kategori 3, edhe kështu me radhë, domethënë jam stërvitur shumë dhe nuk kam devijuar, se edhe pse mund devijoj në ato momente që ishin të rrezikshme, edhe faleminderit Zotit, domethënë bëra atë që doja. Pra, po kuptoj që puna ka qenë ajo që përveç talentit, puna është e domosdoshme për një sportist. Puna dhe dashuria. Mjafton talenti vetëm, apo jo? Absolutisht që jo. Talent duhet kesh. Unë nuk është se kam pas një talent, po kam pas talentin e
doja t'i bëja gjërat, doja t'i bëja, sepse talent është dhe që ti ke shumë vullnet, edhe kjo quhet një lloj talenti, po pak a shkuar mendoj vetëm time kështu, nuk është se kam qenë talent, kam qenë driblues i madh, po okej, mund të kem pas nuhatin e golit dhe dëshirën për ta bërë golin, isha gjithmonë aty dhe me mendje për ta bërë. Unë mendoj që mendja është ajo që ne na bën që të jemi aty për vullneti, dëshira, pastaj me punë arrihet. Pikërisht, në fakt, gjatë karrierës tënde si futbollist, i ke luajtur për 12 klube brenda dhe jashtë vendit, ke marrë pjesë në 359 ndeshje dhe ke shënuar plot 118 gola. Kështu thon statistikat. Alban Bushi, 118 gola. Bukur. Ndërkohë, na shoqërojnë planet e Alban Bushit në fushën e Blerdh, është një foto me ekipin kombëtar, gjithashtu e cila vjen tani në vitin 1999. Do të doja të bëja një pyetje aktualisht në fakt sot, që i referohet pa diskutim kombëtares tonë dhe kampionatit botror në cilin kemi filluar ndeshjet edhe kemi pasur rezultatet e para. Si e sheh Shqipërinë në këtë kampionat? Po Shqipërinë është shumë mirë, është shumë fort. Domethënë Shqipëria ka arritur në një nivel që mundi do kundërshtar. Pavarësisht se me Anglinë ata dominuan komplet lojës, po mund të bësh diçka më shumë mendoj unë. Edhe duhet ta bëjmë diçka më shumë, pavarësisht se është Anglia apo ekipet e mëdha, sepse kujtoj domethënë kombëtarën e Shqipërisë në vitet më parshme me Gjermaninë dhe me Anglinë na kanë rrafë me vështirësi. Dhe i kemi shënuar gol, na kanë shënuar, i kemi shënuar, na kanë shënuar. Pra, nuk është se na kanë rrafë kollaj. Kurse tani këto ekipet e mëdha po na mundin kollaj, le të themi. Domethënë duket loja që duhet të bëjmë diçka më shumë mendoj unë. Kurse me ekipet e nivelit tonë ne jemi superior dhe pak më mirë se niveli jon, jemi ekip që mund të lejmë shenjë edhe për kampionat botror. Domethënë ndeshjen me Serbinë që kemi këtu, ne shohim ndeshje që ne duhet ta fitojmë, kemi gjithë mundësirat për ta fituar, sepse kemi lojtarë me shumë potencial, pra lojtarët tonë luajnë nivele shumë të larta. Dhe siç luajnë atje, duhet të luajnë edhe këtu, kupton, të sillemi ndryshe me ata. Domethënë për të fituar gjithmonë. Domethënë mendoj, ne fituam me Andorrën, ndeshja e Serbisë do jetë shumë e rëndësishme. Po mendoj që do shkoj mirë, sepse tashmë e kemi arritur nivelin edhe nuk mendoj që na mungon diçka. Trajnerin e kemi shumë të mirë, organizimi është shumë i mirë, tifozët janë shumë të mirë. Thjesht dhe pak fat edhe për të arritur atje ku duam. Gjithmonë tifozët shkojnë me shumë pretendime për skuadrën e vet të zemrës, në çfarë do lloj niveli qoftë ajo, po mua më duket sikur vitet e fundit shkojmë me pretendime të bazuara, domethënë kemi të drejtë të pretendojmë, sepse është rritur niveli, është rritur standardi, edhe shkojmë si të barabartë në çdo lloj kampionati, pretendojmë të fitojmë me çfarë do lloj skuadre që të kemi përballë. Edhe mua më vjen mirë që kjo më duket nganjëherë arritja më e madhe, që për gjithë shqiptarët bashkë, e ndjekim skuadrën tonë, kombëtaren tonë me shpresën dhe me bindjen që pse të mos fitojmë. Në takon të fitojmë nëse luftojmë fort, pra i kemi të gjitha shanset nëse punojmë të fitojmë, apo jo? Mendoj që po, kështu ja thatë shumë mirë, më duket dhe një motivuese shumë e mirë kështu. Edhe duhet tjetë kështu, është faktikisht shumë, nuk është se kombëtarja jonë shkon për të humur, jo me vetëm me Silvinja, po dhe me trajnerët e tjerë, domethënë kombëtarja jonë futet për të fituar. Po tifozi e kupton, pra tifozi kënaqet kur ti jep zemrën dhe shpirtin në fushë, ai e kupton. Dhe nëse trefse, okay, ai kushton 300 milionë euro, lojtarët tanë kushtojnë 10 milionë euro. Diferenca është aty. Po ti kur lun me shpirt dhe me zemër, edhe mund ta mundesh atë në 10 herë, ti mund ta mundesh një herë Anglinë dhe gjithmonë shpresojmë që do jetë ky momenti që do ta mundim dhe ti jep maksimumin dhe mendoj që tifozi kur e shef që ti jep maksimumin, lën shpirtin dhe zemrën në fushë, atëherë ai është shumë i kënaqur me ty. Pa diskutim. Mes 118 golave që ke shënuar gjithsej, cili ka qenë goli më i bukur i yti? E konsideron ti si të tillë? Nga i rëndësishmi mendoj që një gol që pash aty shumë me Rafishat që e kanë bërë me kombëtarin e Greqisë ky goli, do të thënë që ka qenë i bukur. Po nga rëndësia janë me këto me Shqipërinë patjetër me kombëtarin e Shqipërisë, kurse ky me Rafishat ka qenë. Ishte ky këtu, nëse do të kishim mundësi ta sillim edhe një herë si video do ishte bukur. Rafishat është kur udhësh mbrapa. Kur e hedhë gjuan nga mbrapa dhe shkon në rrjet, që është spektakli më i bukur i mundshëm, besoj, në fushën e futbollit. Bukur. Mirë, ndërkohë ke 2 fëmijë Alban, apo jo? Ke një djalë dhe një vajzë, po ata janë të apasionuar pas futbollit? Çuni është shumë, po unë nuk mora me atë me thënë drejtën dhe vjen shumë keq. Unë kam akademinë time dhe stërvisja, domethënë për 10 vite fëmijët e vegjël. Po këtë nuk është se e merra mbrapa, se e shifsha që se ne sportistët nga që kemi hequr shumë dhe e shohim shumë të vështirë për të bërë futbollist, thoshja nuk do bëhet, kupton, edhe nuk e merra me vete. Do të nga mosha 13-14 vjeç aty të hypi shumë që futbolli. Edhe e rriti goxha nivelin, duke parasysh që ishte 0, po e rriti shumë për 1 vit, 2 vjet punoi shumë fort. Edhe po i mungojnë ato gjërat bazike, si më thënë i mungon abetarja, nuk kishte bërë abetaren, teknikën i themin e bazë edhe i thash që më mirë leje sepse
Është e kotet, ari merret me sport. Jo, merret kështu ka qef, bëj trupin, bëj stërvitje, në shkollë sporti, shkon ka që të bëhet trener kështu fitness coach ose personal trainer, trener personal. Po me siguri ndërkohë tifoz të padiskutueshëm. Po janë të sportit e kështu. Është dhe çik brez kështu që nuk është se vrasin shumë. Me skuadrat shqiptare ti vetë po të pyes për fëmijët se nuk e di ata, ndoshta nuk e di me cilët janë ata tifoz, po jam kurioze për ty personalisht, me skuadrave shqiptare, me cilën skuadër, me Tiranën. Skuadra jote e zemrës nuk ndryshon asnjëherë. Jo, thash ndoshta tani duke qenë kombëtares, mundohesh të jesh më i balancuar. Pse duhet të jesh i balancuar? S'ka lidhje. Thjesht unë i marrë lojtarët e Partizanit, domethënë unë përfshi nga gjithë lojtarët, por lojtarët e Tiranës i kam zemër, domethënë nëse një lojtar i Tiranës është njësoj me një të Partizanit, unë të pari fut Tiranës, pastaj dytën fut Partizanit, pastaj nesër tjetër fut Partizanit, pastaj Tiranës. Pra në profesion je i drejtë, je ferm me të gjithë, pa diskutim, po në zemër mbetet Tirana jote pa diskutueshme. Mirë. Alban, unë dua të ndaloj tek një moment i jetës tënde, i cili në fakt ka qenë në sy të publikut, sepse ka qenë një ngjarje shumë e dhimbshme jetës tënde, një ngjarje e cila u bë një lajm sepse për vetë mënyrën se si ndodhi ishte tejet e dhimbshme, por kujdo që ti kishte ndodhur ajo ngjarje. Aq më tepër kur bëj fjalë më pas kur u mësua që ishin pikërisht prindrit e tu, të cilët humbën jetën në mënyrë tragjike. Dua të lexojmë pak një mesazh që ti ke postuar pikërisht ato ditë, nuk e di nëse ti do pranoje. Është një mesazh yti në media sociale që ti e ke hedhur pikërisht pasi ndodhi aksidenti, lajmi ishte mësuar nga të gjithë dhe le ta kujtojmë pak. Mënyra për ta pranuar një humbje është e lidhur me mënyrën se si ka ardhur. Një vdekje e ardhur nga shkaqe natyrale është e dhimbshme, por është ulëritse kur vjen për shkak të një aksidenti. Nuk e di sa forcë duhet për të përballuar veten që rri para jush, si dëshmitar i pafuqisë ekstreme për të ndryshuar atë çka ka ndodhur. Madje, edhe kur fatmirësisht vjen një kujtim i mirë, s'ke fuqi as për brit në lumturie, por zëvendëson një palë lot me të tjerë. Sot, dhimbshëm mora orat që kanë punuar në pulsat e zemrave tuaja. Aq me formë dhe vlerë në orë të pafundme, pa formë që kur e aksident me një përplasje ju hoqi fillin e jetës. Deri në përqafimet tona të ardhshme, ju dua pafundësisht, përjetësisht dhe përtej. Kjo ka qenë një ngjarje, Alban, që ka tronditur çdo shqiptar kur e ka dëgjuar, sepse ka qenë një aksident i tmerrshëm. Kur u mësua, thash edhe një herë, por më tepër që u mësua më pas se ata ishin prindrit e tu. Një ngjarje e kopshme, si e kujton atë moment? Ti ke qenë në Shqipëri kur ka ndodhur? Unë isha jashtë faktikisht, ajo ndodhi një ditë përpara. Ata donin të iknin të dielën, mëngjes, po babi flitet që ishte çik gjumë mashaj, flitet çik gjumë kështu, më shumë se ç'duheshe. Nga i herë, ditën e së nga djeritët shtunave, më shifte sport e gjëra filma dhe mami u çut dielën për tik. I tha, se u bëra gati, e thoshe të flete pak e sikën të dielën. I tha, mami, ose jam të prit më, i tha, ikim nesër. Oke, ikim nesër, ikim të hënë dhe ndodhi pastaj ajo. Unë isha jashtë shtetit, në fakt, nuk e dija, vllai i merrte në telefon, ata nuk e hapin, po vllai tha, kanë arrit në hotel, i mori 5 minuta para aksident, edhe kishin thënë që duam dhe gjysore të arrim. Dhe si i mori mas ditë nuk e hapën, i mori darkë nuk e hapën vllai dhe pastaj mendoj që mos janë gjumët i marrë të nesmen. Të nesën s'po e hapnin dhe të nesmen. Unë isha në Gjermani, erdha nga drega edhe më thotë vllai se ma kanë hap telefonin. Çfarë thuaj tash? Si ka mundsi? Kur e mori përsëri vllai e hapi një grek. Edhe tha që i kishte thënë servis makina se vllai se kupton greqisht. Ne mora unë, thash se unë flas greqisht nga që kam luajtur aty, thash si është situata, çka ka ndodhur. Më tha më kështu tha si jetojnë, më tha janë për plas ta qyt dje. I thash qyt dje. I thash po pse s'keni lajmëruar, domethënë se 24 orë duhet lajmëroj domethënë. Nëse nuk është se na dha shumë shpjegime, thjesht morë makinën dhe u nisëm për atje. Arritëm, ata kishin qenë duke ecë në rrugë të vet, me 80-90 orë kishin qenë. Kishte ardhur një Mercedes Ford Sprinter shumë i madh me i mbushur me kështu me sallamra, me misha, me këto gjëra, edhe i kishte gjyt nga mbrapa, direkt Ford edhe i kishin lënë të dy në vend. Edhe pastaj hiqen çik çuditshëm se hiqen shpejt. Ka ndërkohë personi që e ka bërë aksident? Po, ai është në gjendje të lirë se Greqia nuk është se të fut në nuk është se të arreston kur ti ke bërë një vrasje si më thënë pa dashjen, le të themi, thojë se ajo quhet ajo është me 180 orë, këta kanë qenë me 80-90, nuk quhet pa dashje. Po sigurisht. Gjithsesi ata do po merren me këtë çështje dhe tani është i lirë ai, po me avokatën ato po merren me këtë çështje derisa sa të qartësohet plotësisht, kupton?
çfarë moshe kishte personi që drejtonte? Ai ishte një 40 ca vjeç. Jo, janë gjëra që ndodhin, sepse edhe ai nuk është se e ka bërë me dashje, kupton? Çdo njeriu mund të ndodhi në kuptimin që është pa përgjegjësi e madhe me atë shpejtësi, në ato kushte, në autostradë, kur ke makina të tjera dhe të mos mendosh makina është se ti të kesh një armë në dorë praktikisht, dhe mund të bësh një aksident, mund të marrësh jetën e gjithkujt nëse si e kujdesshëm. Mirë tënden që nuk shqetësohesh. Dhe në këtë rast ka marrë në qafë dy njerëz totalisht të pafajshëm që ishin duke ecur, duke respektuar rregullat e qarkullimit, duke ecur në punë të vet, me 80 në 80-90 orë, se nuk ecnin shpejt, se shkoshin në Selanik, njërë në muj shkoshin, ishin 2-3 ditë nga që kisha luajtur në Selanik, e pëlqenin shumë Selanikun. Merrshin makinën dhe ishin 2-3 ditë dhe vishin. Nëse ai ka qenë me shpejtësi, nuk diskutohet, nuk duhet të ishte me shpejtësi, por ja që ndodhi dhe janë ca gjëra që ndodhin. Shoku duhet të ketë i pa imagjinuar. Ishte i madh, po. Unë se di, edhe vllaja përjetoi shumë, nuk diskutohet sepse janë prindër, është gjë më e shtrenjtë në jetë edhe hikën si më thën pa u përqafuar, pa u takuar, sikur i mori dikush, kupton, edhe doja që thjesht ti përqafoja herë shumë fort, kupton, kështu sepse më ka marrë malli shumë, po. Ceremonia martore u zhvillua këtu në Shqipëri apo jo? Po. Ajo u bë këtu, ne vajtëm i morëm atje pastaj, erdhën të nesërmen këtu dhe e bëjmë shpejt, domethënë edhe na ndihmua ato autoritetet greke atje, nuk është se na mbajtën shumë, se të mbanin dhe shumë. Kuptimi që mund vonoj dhe javë, 2 javë, po i morëm shpejt. I morëm, po të thoshte brenda ditës. Në mëngjes fillon procedurë, në drek i morëm. Edhe të nesërmen bëm këtu atë ceremoninë. Edhe kështu. Po, janë gjëra që ndodhin në jetë dhe nuk i shmangesh, duhet me mirë kuptu, po ikën në një mënyrë tragjike dhe në një mënyrë dhe të dy bashkë për një herë është duket si e pabesueshme edhe kur e mendon, edhe kur e dëgjon, edhe kur e rrëfen si histori. Duket e pabesueshme, në fakt tani bëhet akoma e pabesueshme, kur kalojnë ditët dhe muajt, bëhet akoma e pabesueshme se ke shumë mall për prind, kupton. Domethënë nganjëherë thu që bëhen pishman që si sa nga i drek me ata ose kur ka thënë hajde për drek nuk i shkoja. Janë ca gjëra që me prind duhet të jesh i kujdesshëm shumë, domethënë kur hikin e kupton domethënë dashurinë atyre të madhe. Ne kemi kalu shumë mirë fakt, se unë kam vetëm një vëlla dhe kemi pas raporte shumë të mira, domethënë gjithmonë unë karrierën time futbollistike, ata më kanë ndjekur mua në çdo hap kur unë luaja. Dhe në Bullgari, në Turqi, në Gjermani, në Hungari, dhe shifin stërvitje të dy bashkë, ishin shumë modest, shumë të thjeshtë. Marrotën stërvitja një kohë në Bullgari dhe po binte një shish shumë i madh. Ne me autobus po hikshim për në stadium, se atje zhvisheshim dhe ulani, por stërvitjen e bëshim tjetër. Dhe po i shifja të dy kështu në këmbë duke ecur, kupton, edhe aty thash që du të punoj për këta, kupton, t'i bëj të lumtur këta, të fitoj para për këta. Në kuptimin gjithmonë më ka udhëhequr kjo. Derisa unë e kam lënë futbollin, domethënë çdo kontratë që unë e kam marrë sport në Turqi, në Greqi, gjithmonë ja jepja atyre, mbaja të pjesën time për ta harxhuar, por doja gjithmonë që këta të ishin të lumtur, kupton. Nuk doja nuk është se kisha për veten time që kështu. Edhe kemi pas raporte shumë të mira. Edhe unë vetëm një vëlla kam, Ronin, edhe domethënë kemi qenë mirë. Vllajin bashkë ndoshta keni pasur më të lehtë duke mbështetur njëri tjetrin, duke gjendur pranë njëri tjetrit në këtë moment për ta kaluar disi më lehtë. Po, kam ditë më shumë tani me vllajin, vërtet. Dhe nga kjo që po rrëfen, besoj që nuk duhet t'i kesh to pengjit e vogla, se unë besoj që s'ka njeri që s'humbet dikë edhe s'mbetet një pengj, që pse s'bëra edhe një gjë më shumë. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm, por ti ke bërë goxha për prindrit e tu me gjithë të rrëfimin që po thua që ke pasur gjithmonë objektiv ata dhe synim që ata të ishin të lumtur, pra ke bërë atë që do të bënte vërtet një fëmijë i mirë ndaj prindërve, atë shpërblimin ai sa mund të shpërblej fëmia sakrificën që bëjnë prindrit për ta, sepse asnjëherë nuk lahemi dot plotësisht me atë që prindi bën për fëmijën. Por prap ti i ke bërë të lumtur ata, me siguri të paktën. Kanë ikur të kënaqur me zemrën plot për djalin që i ka bërë krenar kudo. Mendoj që kështu ka qenë, kështu dhe ata e dinë të kupton, po thjesht mungona e pjesa e mallit e përqafimit që ikën kështu shpejt, pa pritur. Ajo ishte pak e dhimbshme, se thamë në erë, okej, ikën 2, po si s'na lanë një, kupton, të kishim mërshtin, t'i bëshim i smetin, t'a mbashim, po, janë gjërat e Zotit dhe duhet me emi kuptu. Si pa besë dhe shumë i rëndë. Si kalon momentet e vështira? Këto janë ekstreme, po si e ke atë mënyrën tënde për të përballuar këto situata? Edhe sidomos të ngjarjen jetën tënde? Thjesht e mirë kupune, domethënë, na herë them faleminderit Zotit sepse babi vdiq 75, mami 71, 72. Ishin energjik, okej, babi që ke liçeni për ditë 3-4 orë ecje, ti thosh domethënë Santino gjysh nuk e pranonte, thoshte më herë, se ka qenë tip kështu. Po ishin shumë energjik, edhe mami punonte akoma këto biznesi që kemi në Shkodrën 8 vitin 7 mas dite, domethënë
ishin energjik dhe punëtor. Thjesht mendoj që 75 vjeç, se mund t'i merrte edhe 50, kupton, mund t'i merrte edhe 40. Në 75 vjet, shqyr Zotit që i ka qu aq, kupton. Me këtë, si me thënë, ne e kalojmë, në të themi, ok, që kishim aq kohë, kemi shumë kujtime të bukura me ata, unë sidomos kam pafund sepse kanë qenë jashtë. Dhe kjo foto e bukur që e keni këtu të tre bashkë, të rinj, të bukur. Ti ke marrë nga mami, më duket mua më shumë, apo? Sa më thënë babit, sa më thënë mami. Nga të dy, pak nga të dy që është normale tjetë. Ja, një foto shumë e bukur kjo e kujtimi të tuaj. Mirë, Alban, unë të falenderoj që e rrëfeve këtë moment për ne dhe dua që të kthehemi sërish tek kombëtarja edhe tek emocionet e futbollit, sportit, që unë besoj është dashuria jote e madhe në jetë, një nga dashuritë e tua më të mëdha, pa diskutim të cilat të mbushin shpirtin. Është një mik i yti, portier shumë i njohur, i cili ka dhënë kontribute shumë të mëdha gjithashtu për kombëtaren, i cili do të ndajë një kujtim me ne sot për ty. Le ta shohim cili është. Përshëndetje Alban, përshëndetje të gjithëve. Në periudhën kur Albani luante në Greqi, ne ishim nisur për të bashkuar në Gjermani me ekipin kombëtar. Dhe kur arritëm në Gjermani, në aeroport, përpara me ishte Albani bashkë me Altin Haxhin. Dhe kur arrim tek pozicioni ku ishte polici i cili kërkonte kontrollin e pasaportës, Albani ishte shumë afër me Altinin dhe Albani në këtë moment shikon një fotografi të cilën i ngjante Albanit shumë dhe kap nga krahu Altinin e thotë: Altin, shiko sa më ngjan ai që është tek fotografia brenda tek polici. Dhe me gjithmonë Albanin aty për një moment i thonë ndalo, aty fillon pastaj dhe emocioni dhe stresi. Që të flasësh për Albanin sinqerisht do shumë kohë të gjatë. Kështu që do mundohem sa më pak të përmbledh ato karakteristikat të cilat unë kam kuptuar tek Albani në pjesën dhe në periudhën në të cilën ne ishim pjesëtar të ekipit kombëtar. Albani në ana e karakterit sportiv ishte për të përgëzuar me egoizmin dhe me shpirtin luftarak që kishte në fushë. Ai donte gjithmonë që të jepte maksimumin edhe të ishte ndër më të mirët. Gjë që e bënte kërkues ndaj vetes, pavarësisht se unë kujtoja se isha nga tipat më emocional. Por dhe Albani e ka patur këtë përpara ndeshjes gjithmonë, besoj se ka qenë një tip i cili emocionoi dhe e priste me padurim ndeshjen. Unë i uroj Albanit suksese, në radhë të parë të ketë shëndetin dhe në çfarë do lloj gjë profesioni që të ndjeki në jetë, të jeti suksesshëm. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit, Strakosha, faleminderit për mesazhin. Si u duk? Po ti, jo shumë mirë. Në dukesh ti nga ato sherifat amerikanë. Po kemi kujtime shumë bukura. Jo, super i që ka në shumë është booking më, po i shkondë goxha shumë, s'ka qenë as i ri kështu ka qenë kështu. S'ka qenë kaq king. Po ka qenë gjithmonë i mirë foto, ka qenë i mirë, ka luajtur shumë gjatë, kemi historia shumë bukura, se tha vetë që nuk është se i tregojmë, po edhe unë kam pas një nga ata që tipët edhe foti besim, kupton, ka qenë ideal dhe ai me karakter, domethënë karakteri fort, domethënë nuk hapte rrukollaj, domethënë. Edhe ai është po thjesht 10 vite më i madh se mua, edhe atë kohë e shif edhe pak më të pjekur patjetër, por pak si motivues, kapiteni i ekipit dhe respektonin gjithë dhe ka bërë goxha karrierë si në Europë edhe në Shqipëri patjetër që po. Ka qenë një ideal i mirë. Poti ka qenë ideal i mirë, ideal për të vlerësuar. Vazhdon të jetë me atë qetësinë e vet, me ato fjalët e veta të mira, të buta. Dhe ka qenë mirë. Dhe më pëlqeu kur tha aty që logu ka qenë dhe kështu, logu Albanit, mund të thënë logu. Të thrasin logu. Po. Edhe se i kam pas të dyja këto gjëra, doja të fitoja, doja të isha shumë, domethënë, e kam pas karakterin shumë fort, e kam akoma kuptimin se po jam dhe shumë i dhimbshur, domethënë shumë emocional. Jam, unë i kam të dyja njësoj, domethënë është pavarësisht se njëri kush më shef nga larg thotë ky kështu, po nga brenda unë jam shumë kështu. Shumë i ndjeshëm. Po, jam shumë i ndjeshëm, po nuk më mungon dhe ajo, domethënë për të ecur përpara.
Çfarë do t'i thojë të rinjve sot që janë duke të ndjekur, ata që ndoshta duan të ndjekin fushën e futbollit, të ndjekin rrugën e futbollit, të bëhen futbollist me emër, cila do të ishte një këshill ose një mesazh që mund të jepje sot drejt për së drejtë? Patjetër që po, domethënë, jo vetëm futboll, por në çdo gjë tjetër, domethënë që duhet të kenë qëllime, duhet të kenë ëndra. Por në herë ëndrat mund të ketë çdo kush për të bërë dikush, po pa qëllime ëndrat nuk quhen më ëndra. Dhe ai qëllimi të shtunë që unë do ta bëj këtë. Unë do të çojmë mëngjes do bëj vrap. Unë do të çojmë mëngjes do haj mëngjesin sepse duhet të haj mëngjesin që të vrapoj sa më shumë. Pra duhet dhe sakrificë. Jo vetëm ti do të bësh futbollist, stërvitesh 5 orë në ditë, po ti ri 5 orë ke lagja në këmbë dhe ja ku ti iku gjitha stërvitja, po duhet të jetë shumë gjëra që të bashkohen. Pra ti do i vësh pikëqyrimi mjetës që unë do bëhem futbollist dhe do konsultohesh me trajnerin tënd që si mund ta bëj unë këtë gjë, duke ushqyer mirë, duke fjetur mirë dhe duke u stërvitur mirë dhe duke u stërvitur shumë. Nëse unë jam bërë futbollist, jam bërë sepse më ka bërë lagja futbollist. Patjetër që edhe Tirana, po kjo Tirana, siç thotë dhe Cruyffi, që Ajaxi më stërviste 1 orë gjysmë në ditë dhe në javë llogaritë sa orë janë. Kurse ke shtëpia thoshte u luaja 8 orë në ditë, 7 orë në ditë. Po ta mbledhësh në fund vitit, i bie që të ka bërë lagja, se ai gjithkohë kontakt me topin, koordinimet, gjërat. Kështu që duhet luajnë sa më shumë. E kuptoj që mungojnë, nuk jasin kohën tonë që ne në kombinat kishim 2 fusha futbolli, 4 shkolla, 2 8-vjeçare, 2 gjimnaze, domethënë ato kishin fusha mbrapa basketbolli, voleybolli, mbrapa pallateve ka pas shumë hapësira për të luajtur futboll. Domethënë tani nuk janë hapësira siç kanë qenë përpara. Unë e kuptoj, po prapa ai që do të bëhet mendoj. Alban, unë të falenderoj shumë që ishte me ne sot. Ishte bisedë shumë e këndshme, juam shumë edhe të falenderoj për gjithçka që ndave. Me ne dhe të uroj shumë suksese më tutje. Shumë falenderoj. Edhe të rinjve, U21. Me sportin çeki jo dhe aq me këto shit. Me futbollin jo dhe aq, se unë kam tjetër sportin tim preferuar, jo futbollin ndoshta. Por uroj suksese ty edhe gjithë të rinjve të kombëtares, suksese në kampionatet në vijim, sepse kemi të parin që pas kemi tani në maj dhe tjetrin pas 2 vitesh. Kështu që punë të mbarë dhe suksese të gjithë. Faleminderit. Faleminderit. Edhe për mua ishte kënaqësi që isha me ty. Faleminderit që ishe me ne. Ne kemi publicitet, kemi pas pak.